Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Të gjithë e mbajnë sekret, por bamjet kurojnë këto sëmundje që prekin çdo shqiptar. Bamjet konsumohen prej shekuj kryesisht muajt e verës, por tashmë i gjejmë edhe të ngrira në të gjitha stinët. Thuhet se ato janë zbuluar në Etiopi 3500 vjet më parë dhe janë dashur veçanërisht në kohërat e lashta. Tekstura ngjitëse që ato marrin pas gatimit është tërheqëse për disa njerëz dhe jo për të tjerët. Por nëse na pëlqen shija e tyre apo e shmangim atë, përfitimet shëndetësore që ofrojnë janë vërtet të shumta. Lëndët ushqyese. Një filxhan bamje përmban 33 kalori, 3 gram fibra, 2 gram proteina dhe 7 gram karbohidratet. Është një burim i shkëlqyer i vitaminës C dhe K1, të cilat kontribojnë në funksionin e përgjithshëm të imunitetit. Përveç kësaj, ato përmbajnë proteina dhe fibra, gjë që i bën ato unike, pasi shumë fruta dhe perime nuk kanë proteina. Antioksidant. Bamja përmban shumë antioksidant që përfitojnë shëndetin dhe na mbrojnë nga radikalet e lira të dëmshme. Sipas ulëmtimeve polifenole që ato përmbajnë, mund të përmirësojnë shëndetin e zemrës duke reduktuar rrezikun e mpikses së gjakut dhe dëmtimit oksidativ. Polifenole gjithashtu mund të përfitojnë shëndetin e trurit, duke mbrojtur kundër inflamacionit dhe simptomave të plakjes, ndërsa ato përmirësojnë njohjen të mësuarit dhe gjithashtu kujtesën. Zemra. Nivelet e larta të kolesterolit janë të lidhura me një rrezik të madh të sëmundjeve të zemrës. Bamja përmban një substancë të trashë të ngjashme me xhelin, e cila mundet të lidhet me kolesterolin gjatë tretjes. Përmbajtja e lartë e polifenoleve gjithashtu arrin që të luftojë inflamacionin e dëmshëm dhe mbron në zemrën. Sheqeri. Ruajtja e niveleve të shëndetshme të sheqerit është shumë e rëndësishme për sa i përket luftimit të inflamacionit dhe nga ana tjetër ajo mundet që të mbrojë shëndetin tonë të përgjithshëm. Sheqeri i lartë i vazhdueshëm në gjak mund të çojë në para diabet dhe diabetin e tipit 2. Ulëmtimet tregojnë se bamjet reduktojnë përthitjen e sheqerit në traktin tretës duke çuar në një përgjigje më të qëndrueshme të sheqerit në gjak. Shtatzania. Acidi folik është një lëndë ushqyese e rëndësishme për gratë shtatzëna dhe njëkohësisht për zhvillimin e fetusit të shëndetshëm. Bamja futet në një burim të mirë acidi folik dhe me një filxhan siguron 15% të nevojave ditore të një gruaje. Bamja është një nga perimet më shëruese. Pasi ju ta keni mësuar këtë video, jemi të sigurt se do të filloni të përdorni bamjet si pjesë e dietës tuaj ushqimore. Ajo hahet e gatuar, e pa përpunuar ose me mish, ose e konservuar me turshi. Para gatimit zakonisht ngjyhet me uthull dhe ujë në mënyrë që të mos ketë një strukturë mukoze kur hahen. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës zakonisht hahet e skuqur ose në një lloj supe me mish dhe bamje të quajtur gumbo, ndërsa në disa vende farat përdoren si një zëvendësues i kafes. Në vendet lindore në kohët e vjetra gjethet dhe frutat e papjekura përdoreshin si ilaç kundër dhimbjes. Pse duhet të përfshini bamjet në dietën tuaj? Redukton kolesterolin e keq. Bamja përmban fibra të tretshme dhe pektin dhe ndihmon në uljen e kolesterolit të keq në serum dhe parandalon aterosklerozën. Ndihmon në shtatzani dhe në progresin e fetusit. Bamja ndikon në parandalimin e një cikli jo normal të lindjes, nxit zhvillimin e tubit nervor të fetusit dhe parandalon defektet e tubave. Është një detoksifikues i lëkurës. Bamja përmban gjithashtu vitaminë C dhe fibra të cilat ndihmojnë në toksicitetin. Ajo përdoret për të riparuar indet e trupit, për të kuruar psoriazën, për të larguar puçrat dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Trajtoni çrregullimet gjenitale.
Bamja trajton çrregullime si menstruacionet ekstreme e të tjerë. Ndihmon me azmën. Mundet që të zvogëloj kohëzgjatjen e manifestimeve dhe të parandaloj shfaqjen e azmës. Bamja përmban përmbajtje të lartë të vitaminës C, veti antiinflamatore dhe antioksiduese. Ulin rrezikun e sëmundjes së zorrës së trashë. Bamja përmirëson traktin e zorrëve me fibrat e saj të patreqme dhe gjithashtu ajo zvogëlon edhe rrezikun e sëmundjeve kolorektal. Ato forcojnë dhe ndihmojnë edhe në sigurimin e sistemit imunitar kundër radikaleve të lira dhe njëkohësisht të rrezikshme dhe parandalon shndërrimin e qelizave. Stimulon gjithashtu sistemin imunitar. Bamja është një ushqim i denjë që ndihmon sistemin imunitar, i pasur me antioksidant dhe vitaminë C, minerale të tjera jetike si kalciumi, hekuri, magnezi, mangani, lufton radikalet e lira të rrezikshme dhe mbështet sistemin imunitar. Është një burim i pasur gjithashtu me fibra. Bamja ndihmon edhe në rregullimin e tretjes dhe legjitimin e zorrëve me fijet e tyre. Gjithashtu bamjet janë një burim i pasur i proteinave. Janë një burim i mahnitshëm i pashtershëm i proteinave dhe vajrave bimor, cisteina avancuar me aminoacide si triptofani dhe aminoacide të tjera. Përmbajtja e squfuri dhe acidit që përmban farat e bamjeve. Gjithashtu gjallëron flokët. Bamja është një zbutës i shkëlqyer i flokëve. Lufton zbogthin dhe morrat, ndihmon në tharjen dhe acarimin e kokës dhe i jep një shkëlqim rinor flokëve tuaj. Kuron goditjen nga dielli. Bamja ndihmon me dobësinë dhe lodhjen. Lehtëson kapslokun. Bamja është e pastër me fibra dhe bamja ndihmon gjithashtu edhe në përthithjen e ujit dhe ajo është një ndër perimet e cila e pengon kolesterolin e keq dhe toksinat në substancën e tyre ngjitëse, të cilën e nxjerrin jashtë trupit përmes feçeve. Për shkak të përqindjes së madhe të ujit që mban në zorr, parandalohet kapslloku dhe fryrja. Përmban probiotik. Bamja lehtëson përhapjen e probiotikëve dhe ndihmon prodhimin natyral të vitaminave B. Ndihmon diabetin. Bamja rregullon nivelet e glukozës. Lloji i fibrës që gjendet tek bamjet, përkatësisht eugenoli, ndihmon në rregullimin e glukozës dhe kontrollon shpejtësinë me të cilën sheqeri kalon nëpër traktin e zorrëve. Lehtëson qarkullimin e gjakut në organizëm. Bamja ndihmon në strukturën e sistemit të qarkullimit të gjakut dhe funksionin e enëve të gjakut. Përmirëson funksionin e sistemit të frymëmarrjes. Antioksidantët e bamjeve së bashku me përmbajtje të lartë të vitaminës C janë shumë efektive në trajtimin e problemeve të frymëmarrjes dhe janë treguar se reduktojnë incidencën e sulmeve të azmës tek pacientët. Neutralizon anemin, ndihmon në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, parandalon obezitetin. Fibra në bamje ju ndihmon në mirëmbajtje, mbron nga ulçera. Bamja e cila ndihmon në relaksim dhe tretje mundet të kurojë dhe gjithashtu të lehtësojë dhimbjet e ulçërës së stomakut. Kocka të forta. Bamja është një burim i shkëlqyer i vitaminës K, e cila nga ana tjetër është jetike për forcimin e kockave tuaja dhe për trajtimin e osteoporozës. Prandaj këto janë arsyet mëse të vlefshme për ta bërë bamjen pjesë kryesore të ushqimeve tuaja. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj
Faleminderit!